Nashta e ke po shkrimet në Infokus që një 2 javë jemi të marrë me statistika. Edhe ato që jone nuk hezitoj me qujt me demasku Hekaran Muratin edhe Albin Kurtin me ketë propagandën që e kanë bërë një 4 vite me punësim, me numrin e të punësume. Çka nxjerr ma ditën e parë e që u dok shumë e çuditshme që ka u zhdukën një 100.000 të punësun në raportin e të mënishit, tërmujoshit parë të këtij viti krahasu me të mëkatshëm e 2024. Na pedim, por ato që e kanë propagandu gjatë gjithë kohës që i punësun mbi 80.000 veta, 104.000 sa e kanë pas gjatë të në kohës. Unë personalisht gjatë 4 viteve të kalume jo marrë pikërisht me demantim të manipulimit që ata kanë bërë me shifrat në ekonomi dhe ka qenë manipulimi më i madh dhe sinqerisht nuk e kam bërë për protagonizëm, por nuk kam mujt me qëndru indiferente ndaj shifrave, sepse del ke zyra statistikore, Agjencia e Statistikave të Kosovës që operon në kuadër të zyrës kryeministrit, thoshte diçka, ose për shembull sërit kohore tek Ministria e Financave, në anën tjetër komplet diçka tjetër, pasqyronte Hekuran Murati dhe të tjerët në Facebook. E kam pa, unë po e ndërlidh me atë, i kam pa shkrimet e Infokusit dhe e kam pa reagimin e juj për ato ka u zhduken 100.000 llogari aktive në trust, edhe ju keni përdor saktësisht të njëjtin parametër që po e thu me të drejtë, me të cilin këta 4 vjet janë lavdru se sa e kanë rrit punësimin. 4 vite, këta heri kanë marrë llogarit aktive në trust, heri kanë marrë shifrat e ATK-s. Edhe unë gjatë gjithë kohës ju kam thonë që vendet të punës janë vendet e krijume mesatarisht në vit ata që paguajnë 12 muaj gjatë vitit kontribute në trustin pensional. Edhe mbesoni ose ju, diferenca, i keni edhe ju dhonat përpara, po e shoh, diferenca në mes të vitit 2024 dhe 2023 është 2500. 2500 vende të reja të punës. Këta kanë fol 347.486 janë 2024, në 2023 kanë qenë 343.906 të konsum. As tërësisht 3.000. Ky është trendi ma negativ i rritjes së vendeve të reja të punës në historinë e pas luftës në Kosovë. Asnjëherë. Ka përdorur edhe në fushat. Asnjëherë, lejo të them. Asnjëherë nuk ka ndodhur, po punë nuk ka pas, sepse po e shohim që do më thonë, nëse i merë shifrat prej vitit 2008, në vitin 2008, numrit punësumëve ka qenë në sektorin, do më thonë 143.000, imagjinoni, kur e kanë marrë këta mandatin, në vitin 2021, janë kanë 315.000. Do të thotë pej 2008-ës, deri në 2020-ën, është 100% është rrit numri të punësumëve, më shumë. Që i ka ra dikon 43.000 e ka shku në 350.000. Tash s'po kem ku me llogarit statistikat, po nëse i shet, do më thonë që ja për shembull, në vitin 2011 janë kanë 175.000, edhe në vitin 2012 i ki 202.000. Që nënkupton 27.000 i ki ma tepër brenda qëtyn e 2 viteve. Në ndërkohë, këta në 2021-ën ka qenë numri i të punësumëve 315.000, edhe ku kanë mri? Kanë mri të 3.530 vetë për del që për një vjetë? Jo. Okej, jo. Për një vjetë, tash për llogariti për 2021-ës, dhe me thë këta në 2021-ën e kanë marrë 315.000. Me 315.000 e kanë marrë, tash e ki 347.000. 347.000. Po. 315.000. 27.000 vende. 27.000. Vende të reja punës. Po. A këtë fushatën e kanë përdor mbi 27.000 vende të reja punës janë shtu për një mandat. Po. Veç shikoje, diferencën në mes të vitit 2011 dhe 2012 se veç më shkoj. Po. Do më thonë këtu, e ki 27.000 e ki mrena vitit, diferencën. Ose 2000, sa ke këtu, 2019, 2021. 2019, 2021 e ki 88 me 98 janë 10.000 vende të reja të punës. Do të thotë e ki 18 dhe 19 pas ka po në vitin 2024. Këta e kanë përdorur, është e vërtet, unë e kam shpjegu disa herë se shifrat e ATK-s nuk mund të merren parasysh sepse ATK-ja llogarit po mendoj, ato tregojnë se sa herë një person merrte ardhura.